Po problemi është, çfarë do bëjmë? A duhet të marrim masa apo jo? Unë do ta kisha menduar personalisht që sot në mëngjes unë s'duhet kisha asnjë monopatin në rrugë. Po të isha unë në rolin e policisë, po themi, sot me iniciativën time do thotë stop një herë të shikojmë si është situata. Por kjo nuk po ndodh. Unë tani duke ardhur te ju, bëra një video, një çift me moshë të paktën ke 30-35. Të dy bashkë në një monopatin, midis të gjitha atyre automjeteve. Për mua nuk ishte fare normale. Sepse unë kam ngulë te monopatina për dy aspekte. Aspekti i parë është teknik, sepse ka një ekuilibër shumë të brisht. Duke pat parasysh dhe rrugët e brendshme të Tiranës me një problematik të tyre, në një dëmtime tjera, është i prirur me njëherë të rrëzohet, të mbas ekuilibrin. Llogariteni këtë me shpejtësi 40-45, këtu po rriunë, po kanë ardhur monopatina dhe me 65 dhe me 75 km/h, aftësi lëvizse. Dhe i kuptoni vetë pasojat. Duke pasur parasysh këto aksidente, incidente apo edhe sjellje të papranueshme në rrugë, ka pasur gjatë kësaj periudhe që prej fillimit, pra të përdorimit të tyre, të hyrjes së tyre në treg në Shqipëri, deri sot që flasim, që kemi 3 tmitur, 2 11 vjeçar dhe 1 9 vjeçar në spital pikërisht për shkak të një aksidenti me këto monopatina, ka pasur masa që janë marrë qoftë sporadike, qoftë sistematike, pavarësisht faktit që ju në fakt toni që pikërisht për këtë rast nuk është marrë asnjë masë. Po shiko, ka një problem. E para një herë, vetë policia i ka duart e lidhura, sepse nuk ka një ligj ku të bazohet për ndalimin e tyre. Po themi dhe për gjobitjen. Sepse nëse nuk është përcaktuar që ky mjet nuk duhet lëvizje në rrugën e makinave, po themi duhet lëvizje në rrugën e biçikletave, ose do bëjmë një rrugë kastile për këta. Pra përdesa nuk ekziston kjo e shkruar dhe policia nuk mund të ndërmarrë masa. Pra në këtë pikpamje dalin jashtë. Po problemi është, unë të thash, këto kanë hyrë kryesisht mbas pandemisë, duke qenë se ishin mjetet të shpejta për të bërë transportin në kushte që ishin speciale. Dhe ky vetë si mjet, e di përse është prodhuar. Ky është prodhuar për të rritur shpejtësinë e lëvizjes në hapësira të mbyllura, në supermagazina po themi, për të shkuar nga një vend në tjetrin me shpejtësinë maksimale të mundshme për të mbaruar punë. Dhe ky nuk ka qenë i parashikuar për të ecur në rrugë. Pastaj mosha e përdoruesve. Unë nuk e konceptoj dot. 9 vjeç, 10 vjeç, 11 janë të papërgjegjshëm. Janë të papërgjegjshëm për të ecur me një shpejtësi të tillë në rrugë, mes një morie mjetesh të tilla. Prindrit kanë një përgjegjësi shumë të madhe. Pati një aksion policor, zoti Jashtën, në një moment që ndaloheshin këto monopatina, ndoshta për të vendosur gjoba e të tjerë. Pyetja ime është, cili është dokumenti që ju kërkohet këtyre fëmijëve apo të rriturve që e përdorin këtë monopatin, duke pasur parasysh faktin që shumica prej tyre mund të mos kenë as patent, nuk i din rregullat e qarkullimit rrugor sepse janë fëmijë dhe lëvizin në mënyrë krejt të papërshtatshme në rrugë. Ju e dini shumë mirë që në kod rrugor përcaktohet 16 vjeç lejohet të marrësh lejen e drejtimit për ciklomotor. Dhe 18 vjeç pastaj fillon për mjetet e tjera. Pra, kemi kufirin 16 vjeç. Pra, këto moshat më të vogla nuk diskutojnë fare, jo që s'kan leje drejtimi. Por unë të thash dhe i herë, këtu ka dhe një problem me prindrit. Sepse janë shumica, unë mora vesh një të dhënë që nuk më erdhi mirë fare, këto monopatet jepen me qira edhe nga bashkia, shkojnë prindrit vetë dhe japin të dhënat e tyre për të hapur atë çelçi që ta marrim. Kjo nuk është normale. Sepse jashtë mund të marrësh, po jep një ID, jep një, po themi, kartë bankare, të cilën nuk mund ta ketë një njeri më i vogël se 18 vjeç. Pra në këtë pikpamje është krijuar një lloj muri, ndërsa tek ne nuk ka asnjë lloj. Shkon vetë prindi dhe ja merr. Kjo nuk shkon.